13.000 euro. Pas plot 7 viteve, Astrid Hasani nga Mitrovica ka fituar një betejë të rëndësishme ligjore. Arrita qëllimin që dashta. Ai së fundi fitoi padin ndaj Ministrisë së Financave për zyrën e pensioneve në Mitrovic, që nuk ofroi qasje fizike për personat me aftësi të kufizuara, kategorisë që faktikisht i takon. Me këtë problematik, Hasani përballet çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj, dhe me bo një farë në shkrimi se tutën që mos po vdesë se diçka e së të dhajnë atë pare, se më konë tyve honesitet, tyve kësha lipa të pare me marë. Do një kom lip një dhëmë poshtë të informatës me mua. Me bo një dhëmë poshtë, me shkuën e vetë, si përson që muna mi krysën e vetë. Tash, Ministria e Financave është obliguar nga gjykata themelore e Mitrovicës t'ia paguaj dëmin 4.500 euro Astridit. Ai thot se ky është një shembull i mirë për të gjithë ata që s'pat nguxim të kërkojnë të drejtat e tyre. Mos më nërë kore, një nkëraj, unë mja drejtën se të të përsa për vetën, edhe me liu sa ma shumë drejta tua. Këto alet në që dhe 2025, njëna që sa vjetë kërë lufta, ale këto nëse di këto, për Mitrovic po foli për që të nëse di, që s'ki qasje të banjës kërkon. Por zyra për pensione nuk është i vetmi vend në Mitrovic që nuk ofron qasje të përshtatshme për këtë kategori. është në drejtë gjykata normale, kështu po është në gjykata në drejtën katë, s'ka lefte në gjithë, unë gjitha me shëshni, me mnimu me hypë më palë ato, se të isha më kam vetë më palë gjyqet, se unë i kom thamë vetë gjykatës që për ajgore që edhe ju me kom ju pa dita, dhe nëse në bëja dhe shumë ajgore të isha se të pi pas senet të përshtatme. Ministria e Financave dëmin 4.500 eurosh Astridit duhet ja paguaj brenda 15 ditëve. Në të kundërtën do ta përcjellin procedurat përmbarimore.